Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë shikues të Koha Vizionit të Gjus të Klam Radios, të gjithë ju që në këto momente jeni duke u shoqëruar me ne. Po e fillojmë një emision tjetër, një javë tjetër këtu në Koha Vizion në Klam Radio, përndryshe kjo është java e fundit e këtij viti. E gjithashtu është edhe emisioni i parafundit. Kështu është edhe festivi. Nëse se llogarisim emisionin festiv i vjen i parafundit, po e thojna. Është emisioni i parafundit ky rrugtim i gjatë për disa vite që ka zgjat bashkë me Koha Vizionit dhe me Klam Radion, edhe se si krejt saneve dhe kësaj na i vjen domethënë fundi. Por ne do jemi këtu deri me datën 31, kina më ju prit me telefonata, kina më ju prit me mesazhe. E njëjtën kohë emisioni jon ka me vazhdu tutje në Klam Radio, por prej 1 janari, do më tha, në këtë tërmen keni me pas diçka tjetër në Koha Vizion. Mirë se erdhët! Mirë se erdhët edhe nga unë, uroj që jeni mirë, jeni me disponim, pavarësisht se çka të vikendi ka qenë domethënë një tulluvi e vërtet, nisi viti i ri më herët se që duhet, fishekzjarit djen nuk janë ndalë domethënë gjatë gjithë mbrëmjes. Por kështu e kanë çdo proces zgjedhor që ndodh në vendin tonë, e ka kështu me diskutime, me përleshje ka njerë kështu verbale, me festa e të tjerë, por çka mujna me uru mbi të gjitha është që të kemi mirëqenie të mirë, që kushdo që zgjidhet, kushdo që është në krye të këtij vendi le të punoj, se kjo është ajo çka është më e rëndësishmja për neve. Domethënë duhet me distancu dashuri ndaj personave, me qenë pak më objektiv, mos me qenë emocional, po me dashur vendin ashtu siç është. Edhe një herë, qysh tha dhe Cimi, këto janë 2-3 ditët e fundit që kena me qenë në transmetim direkt me KTV-n, kështu që paraprakisht për ju tregoj që emisioni do të vazhdoj patjetër në Klam Radio, kështu që ju ftoj me na bëu subscribe në kanalin tonë në YouTube nëse doni mi pa emisionet e vjetra, por edhe ato të rejat që do të vinë, edhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe të merrni aplikacionin e Klam Radios në iOS ose në Android apo në klamradio.fm përveç frekuencave tona, edhe aty keni me pas mundësi me na dëgju edhe me na ndjek 24/7. Përndryshe edhe sot e kemi një temë që ju presim me telefonata te juaja, ju presim edhe me informata rreth komunikacionit, gjërat që po i lëm pas, pra fundi i vitit, cilat janë ato gjërat që po i lëm pas, ose që shef me i lëm pas, nuk besoj se te na nuk jekën ato, edhe një kohë gjatë, po shpresoj të vini 26 bile mos t'kena mo. Po shpresoj mos me pas të paktën edhe për shumë vite, se e na lodha dhe kur shkova aty me votu, aty më tha, mos pash mos më kallzove çami sanet, aty se që 4 herë të fortë, do mos baj gore, ai më njeh ka njëri aty që është. Ata që jam vesh gustu njëfke, thashti po bënaj gare vishami sanë tash se e di. Në klasën e njëjtë që 4 herë të shku, 4 herë, 5 herë, se di sa më bën. Nëse gjërat që po i lëm pas, po presim përgjigjet e juaja në 049978 numrin e telefonit ku mundeni më na thirr, edhe po ju presim edhe me informata rreth komunikacionit. Ky është Yll Limani me këngën Faj, pas kësaj këngë rikthehemi, ju presim me telefonatat e juaj. Për drejt në YouTube Klam Radio 86 jemi edhe në klamradio.fm në koha.net, edhe po Lul po të përshëndet shumë, më ka shru Luli, edhe po du me përshëndet shumë këto momente. Lul, faleminderit për dhuratën, se tha ku qam ke vome aty stastore. Tash edhe unë ta bona tag për ndryshe. Mos e çet edhe të fionën se mos po bot na i fal problemi. Për ndryshe kur ban dhurata të mira tash nuk kena faj. Kolon e gjatë çasja për dekreti i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës dhe Anasjeltas, kolon shumë e gjatë dalja e autostradës në Vetërnik, nga zona industriale në Fushë Kosovë deri te kreti i Fushë Kosovës me kolon, beso mos e jofi on, të shtunën, domethënë prej fillimit të Fushë Kosovës, rruga Dardania, për mu kthy veç me u kyç për me ardhur në Prishtinë ku mbo 2 orë. Kolon është edhe me kalu rrugën bim po kalesh. Veç me kalu rrugën, domethënë është aty një mundësi që ta për me u kthy edhe 2 orë ku mbo. Kolon e gjatë është rruga Agim Ramadani nga udhkyçi Menzës te komuna dhe Anasjeltas dhe rruga Tirana për te kreti prapa stadiumit Fadil Vokri. Këtu janë dhe informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, sa i përket derivateve më të mira, më cilësore, shkoni te Petrol Company
edhe përfitoni super çmimet më të mira e gjeni te Petrol Kompani me derivatet më të mira, që bëni më shumë kilometra dhe bëni pjesë e lojës shpërblyese, sepse secilën rimbushje të makinës vlerë më shumë se 10 euro merrni kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe futeni lojë shpërblyese për veturën që po ju pret tek Petrol Kompani. Kjo është telefonata para se me marr telefonatën. Predine politik pjanarit. Me një anar kina mja nisë me politik me fol. Që telefonata? Alo, përshëndetje. Vish politikina. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Vali. Hajde, Val, që shje? Jo e i Gilanit, si po më thëni. Jo, për ato pedina. Ndryshe këshim fol. Që shje, Val? Absolut. Prej ka për në thirë, Val? A jenë Kosova, a jenë Austria? Ku jeton se këmaru? Në Austria. Në Austri. Okej, thash. Val, qka po lënë mrapa ti? Gjërat që po i lënë pas, vazhdoj e fjalin. Gjërat që po i lënë pas, ato që e shpytja para një 3 ditë që ka u konë fjalla me dhe gjushme për si vjetë. Që ato që e thash pak me herët për mdokët? Se di, s'ke shtu. Se ke që të në dhëmë për zgjedhje, thash zgjedhjet po i lojna mrapa, ma në fund për mdokët. Qa ashtu, s'ka më si vjetë, më s'ka më, ato me harru po shpresojmë. Si vjetë jo s'ka e vërtet është. E kësha lutë ju përshëndes më spor, ju e shumë mirë. Faleminderit, Val. Ju për e zgjedh në ora 4. Edhe i kësha lutë gjithë publin Kosovës për me harrua që ka qenë. E sodin me shfrytzu, sodin me shiu ditën e sotme. Se dita nesrit bëhet u konë dje. Me shiku për para. Dëmon, nesra kur bëhet nesra thojna dje u konë dita e sodit. E prej tash e tutje veç për para dhe me bo me shiu ditë që i kina e vërtet. Vendi nuk shkon për para veç me një grup njerëzve 5-10-15, po jemi krejt na 2 milion shigati që do të me punu edhe me që vendin për para. Val, përshëndes shumë, një aftë marti. Nuk është më rëndësi kush u heq. Veç me u heq për para më kanë të kënaqur të. Na morë ta udhëheqim veten, ta çojmë veten për para, të punojmë, të kontribuojmë, të sillemi mirë, të jemi tregullt në punë, në gjithçka tjetër. Val, përshëndes. Ju përshëndes gjithë. Mos harro me na dëgju, vazhdo me na dëgju në Klam Radio FM edhe në aplikacion më në shmenani. Gjithë. Faleminderit, Val, përshëndes shumë. Për ndryshe edhe një informatë që ka rritë sa e përket komunikacionit për na tregojnë edhe për rrugën UÇK që është me kolon, po shihet shumë e ngarkuar rruga UÇK që shkon tek komuna dhe rruga Zagrebi që shkon tek shkolla fillore Model. Pastaj na ka dërguar edhe një foto tjetër me na tregu edhe pjesën nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut, është pjesë shumë e ngarkuar me kolon. Këtu janë dy informata të radhës që kanë arritur në 049978 ne po presim me na tregu se gjërat që po i lëni pas, cilat janë ato gjërat që po i lëni pas, se shkoj ky vet, tash për ditën e ri mos me hime gjërat që do të me i lëm pas. Se cili kena diçka prej këtyre gjërave që dojna me i lëm pas. 049978 është numri i telefonit që pret edhe informatat rreth komunikacionit e Enza Home, ju pret në Çaklaviz kilometrin e 6 rreth Ferizajt nga Prishtina. Aty e kanë showroomin e mrekullueshëm ku mundeni me shku me i pas gjitha llojet e modeleve të mobileve të mrekullueshme dhe jo vetëm edhe shumë aksesori ju presin atje. Atje ju pret edhe tash bedding, nëse doni asnjë dysheku të jashtëzakonshëm 10 vite garancion. E gjeni tek Enza Home. Enza Home Kosovë për juve që doni me pa përmes rrjeteve sociale, edhe me ja pa ofertat që i kam për këtë fundvit, pra Enza Home Kosovë. Gjërat që po doni me i lan pas, po presim telefonata me na tregu cilat janë ato gjërat që doni me i lan pas, edhe një foto tjetër ka rritë, po mundona edhe këtu me i pa. Pas ka ardhur kolona nga AKI-ja deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Për momentin kështu është gjendja në magjistralën Prishtinë Pej, pra nga AKI-ja kolona vazhdon deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Këto janë informata që kanë arritur në 049978 Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush ta përshëndet? Sa dikon telefon, po kesh pak i befasum se me ke Viber i bllokum. Edhe unë Nala, edhe Elshova, edhe vishum dole te. Kur ta dën o Sadek. Kur ta dën, Kur ta dën Sadek. Se poshtë u befasove. Mirë, faleminderit, edhe po mi bë thirrje, ndoshta e kanë shumë lehtë për me orte linja nëse thirrin përmes numrit direkt. Jo në Viber, se her pas here po din me bloku Viber edhe s'kena çka mi bo, nuk është në dorën tonë. Qysh e ke pas vikendin? Mirë, para 2 ditë jam këtu pe Kosovës. Mirë. A ke qenë në Kosovë?
Po kesh veç vitet. E pse nuk nejte për vitri? E pse familja këtu, domthon fëmia nuk dashën të morë për të thënë dhe kështu. Okej. Hajde tregona ti gjërat që po i lëm pas. Cilat janë ato gjërat që don me i lëm pas? Unë po të më thonë edhe më mëna që gjithë kishim posë me lëmë pas këto. Ti personalisht? Luftrat kishe pas qef me i lënë? Luftrat dhe që luftën të Ukrainë që i ka destabilizuar krejt kontinentin, që kjo me morë fund, po më mëna që edhe ishë bërë shumë mirë për një. Ka njerë edhe atin për mdo këtë vishë me gjojnë arsye, atin për dojë si sene se, të më thonë atje lufta në Ukrainë, këtu të na vezë ma shtrajt se lufta atje. Nejse. Ka destabilizuar krejt. Po që aty nisi gjithë shka, pandemia, tani lufta në Ukrainë, që aty nisi destabilizimi botëror, kështë global. Po, më mëna që me morë fund atje edhe gjonat shkujnë ma mirë, më mëna, sigurisht shkujnë ma mirë. Shumë faleminderit që na ke thirrë. Faleminderit për juve. E pasi pas ditët mrekullueshme. Faleminderit juve. Ton kalofsh mirë. Faleminderit. Deshta mi treguar gjithëve që ka edhe pak ditë se nuk më besohet që erdh fundi i dhjetorit, ku mundeni me shfrytzu zbritjet në Serious Wine, ju që ende nuk e keni bërë zgjedhjet se çka do të pini gjatë festës së vitit të ri, me çka do të festoni. SeriousWine.com është websajti ku mund të hyni dhe të bëni përzgjedhjen mbi 200 lloje të pijeve festive i keni në zbritje, ndërsa në tërësi keni mbi 2200 lloje të verërave dhe pijeve të tjera festive. Kemi taranin, roze, verën e kuqe, verën e bardhë, si një verë, ju që preferoni verërat, është një prej më të mirave, kështu që e gjeni në SeriousWine.com, ose dhe në dyqan mundin me shku me marë fizikisht, pse jo, qysh do që juve ju vjen më lehtë. 049-978-978 është numri i telefonit, na tregoni çka po lini pas ju personalisht. Mos flasim gjithmonë në tërësi, se nuk e dim se kush çka po lën mbrapa, si shtet nështë okay, po i lojmë zgjedhjet, po kjo është diçka, një temë aktuale, kështu që kena shumë tema të tjera se çka mujna me fol. Alo. O, mirë dita! Mirë dita, Batir, si jeni? Mirë, faleminderit, po si jeni? Mirë, ti si je? Po mirë deri dikon. Pse deri dikon? Nuk e komunikur prej teje këtë fjali? Alo, djallin se kam mirë, po okay. Mirë. Mendova që ti personalisht nuk je mirë me shëndet? Jo, unë e jam pozitiv. Qevre. Batir, e kom thonë shumë herë, po e thëmë prap, uroj që 2026 ta me një sa më mirë, sa e përket shëndetit të djallit. Faleminderit për gjusht juve në vesh zoti. Tregom çka po lëm pas. O, Allah, i thashe thomet. Thashe thomet që thojnë, e marrim njerin për goj, e përgojojnë, e rejnë. Ti personalisht, Batir, ti çka po lën mbrapa? Mos thash edhe njerë, mos flasim për tjerë, se njerë thashë thëmet kanë me vazhdu gjithë, kanë me folë gjithë për njëri tjetrin, ajo nuk është diçka që është duket brenda ratës. Unë po thëmë për veti, ata që më kanë thonë dhe më kanë rejt, i lëtë gjithat mbrapa. Okej, ti donë njerë dhe më thënë që të kanë gënyu, donë me lënë mbrapa. Mbrapa, mos me kujtua të heqë, po me filluar një tjetër jetë pak ma të mirë për vitit 3, e me tonë ma knaqën. Vendim shumë i mirë, faleminderit Batir. Ju përshëndes, jeni shumë të lumtur. Faleminderit bashkë me ty. Gjithmonë kopshit lumtur. Bashkë me ty, faleminderit shumë, përshëndesim. Alo, tjetra, pas ka shku, okej, se thash mos me lanë me prit, po për me pas, do më thonë, mundësi me na prit edhe mos me vrejt atë 2 minuta, që merë njënin prej pakove, që i ka sjell IPCO me tip mini, tip super, tip max me shumë minuta, shumë SMS, shumë gigabajt internet, edhe që vlenë edhe Ballkanin perëndimor, për ndryshe shpytzeni edhe mundësin e kablorit, sepse i keni me super çmim tek IPCO, IPCO.com ose njënin prej dyqaneve të IPCO-s. Hajde, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndet, si jeni mirë. Mirë, faleminderit, kush na pyet? Berati. Berat, si je, si kalon? Super, ju si kaloni? Mirë, faleminderit Berat, edhe ne shumë mirë kalojmë. O Berat, tregom çka do më lëm pas. Këta ato të këqija që kom pas në 2025-ën, prej disa probleme shëndetësore deri te krizat tjera ndryshme, e mja fillu prej zeros. Kismet për zotit. Unë vjen shumë mirë, se po, qëta do lëmtim. Do më thonë, krejt ato problemet shëndetësore, krizat që i kena se cili besa, do në me i loën 5, 2026 të mja njës me një refresh. Prej fillimi. 0 do mja njës. Shumë probleme, s'du mi ndëgjua fjallë të njerëzve, as du mi ndëgju kritikat, as du mi ndëgju
debate televizive, atë kur gjë që ke 0-0. Debate milion mbrapa. Pas kemi kthy edhe vjet po mdokët. Krejt ku me kthy edhe vjet. Po të garantoj. Ose kur të sheh veten, domethënë s'po plakësh diçka, je në rregull. Rigjenerosh more, rigjeneron qelizat. Faleminderit shumë që na ke thirr edhe pas vitin 2026 me plot suksese, me plot shëndet. Gyle ja kshamlar. Ciao. Merci. Te vi çka kapshe. Ski ko domethënë më mor tani me gjuhë të huaja, kështu ja nis mirësh me gjuhë të huaja. Se tu kshir po. Hajde të telefonojmë. Mos folë më san. Alo, ato për mua e pat më duket çto Gyle. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde gjyshaje, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Si jeni, si kaloni? Si kaloj mirë në shpe. Mirë shumë. Tregom gjyshaje, çka po lën mbrapa ti? Unë po lën mbrapa që shme thonë një vetë 2025 me gjithat mirat edhe me gjithat këqijat. Po dihet që mos mu përsërit kur. Edhe ato që i kom pasu në përshamë smuja ato i shola, i pilon mrapa dhe po filloj një vit të ri një vit, po i len mrapa, do me thonë problemet shëndetësore. Ashtu pra. Krejt e përfshin krejt, se në di që ato së dëni me thonë ju, edhe krejt edhe i shola, fillon një vit i ri, jo si në 2025 e penis të njëtët e knena. Edhe ju përshëndet. Faleminderit gjyshe. Urojmë edhe na me pas shëndet edhe gjithat mirat. Përshëndet shumë. Komunikacioni edhe njerë për juve që jeni në përvetura, për ju tregojmë ku ka shumë kolon ku s'ka shumë. Nga fshati Vragoli deri te qasja autostradës në Fushë Kosovë, pra deri Mbresje kolona, dalja ose qasja për dekreti i Çaklavicës drejtim Prishtinës me kolon. Pastaj me kolon e keni dhe daljen e autostradës në Vetërnik, por kolona më e gjata është nga AKI-a deri te rrethi i Fushë Kosovës. Prishtinë në Fushë Kosovë keni pjesë shumë të ngarkuar. Telefonata, alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Kush ta përshëndet? Arben nga Tërnausi. Arben, si kalon? Mirë, Mirë, faleminderit Arben. Çka po lëm pas? Po lëm pas kisha pas që milion pas si një rrallë për s'na mëtën. Çka edhe një herë? Po rrajnë shumë, po thëmë. Po jo bre, ti çka po lëm pas? Lej ata çka bojnë. Ti për veti çka po lëm pas? Jo, nëse i thonë po përcimi, thonë me thonë jashtë, milion rrallë, të dhëmë ju përshëndet. Hajde, faleminderit shumë, po të përshëndesim edhe na ty. Përndryshe nëse dëni me lanat veturën e vjetër pas edhe me dalë veturë 3, mos harroni me shku me vizitu Toyotën. Vetura Toyota e keni me 10 vite garancion dhe po vinë me super zbritje, i gjeni tek Autotrade, në Çaklavicë është Autotrade, edhe mundeni me shku për këtë fundvit me përfitu me ofertë të jashtëzakonshme tek Autotrade, vetura Toyota me 10 vite garancion. Mi ul pak shpenzimet, domethënë, mi nal pak shpenzimet. Milion mbrapa. Alo. Spjamni. Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma, kush telefonon? Teuta, si je? Mirë, dhe ju bësi gjithmonë. Mirë, Teuta, çka po lën mbrapa ti? Unë mos më referu për vitin 2025 e kisha lënën shëndetin smundjen që e kum pasën, edhe kisha fillu me një shëndet 3 krejt me lënë mbrapa problemet shqetësimit shëndetësore me një fresha. Po, kum pas shumë shqetësimet shëndetësore, tash ti po du një fresh me anisën. Hajde po urojmë me nis vitin e ri me kujdes pak më shumë ndaj trupit, ndaj vetvetes. Faleminderit, i përshëndes. Përshëndes gjithat mirat edhe për ty, pak më shumë aktivitet. Faleminderit. Faleminderit, do të na mungoni shumë, por çfarë? Jo më mujmë në ndje ka pet radio, nuk ka kur far probleme. Na gëzuar me Superboc kena me bo, ku do që tjena, u pam, gëzuar me Superboc, edhe nëse nuk shimin, a ju tregojna se çka jena të pi. Birën më të mirë portugeze, mos harroni me pas këtë vitrinë në Tryez. Nëse doni me shiju tamam një birë të mirë, me shijet mirë, atëherë provojeni Superboc. E keni në përmarkete, në për lokale, e ka një paketim shumë simpatik, është bira numër 1 në Portugali, me çmime ndërkombëtare, mos harroni. Rruga Agim Ramadani nga Udhëheqësi i Menzës te komuna dhe ana sjelltas pjesë shumë e ngarkuar me kolon. Rruga Luana Radina e ngarkuar nga rruga UÇK deri te rruga Tirana në të dy krah. Pra, është komplet kjo pjesë e bllokuar për momentin. Rruga Tirana me kolon nga rrethi Duplex, pra pjesa që vazhdon tutjen rrugën Tirana deri te rrethi prapa stadiumit, është shumë e ngarkuar me kolon.
Këtu janë dhe informatat e radhës që kanë arrit në 049978978. Domethënë të ajo rruga jote që e përmende as mos më jam sybile. Krejt rrugë, unë nuk po shoh ai rrugë, domethënë a dy pikë këtyne kryesorëve, po mundona me gjet në ai pjesë, është nuk ka ai pjesë që s'ka kolon. Komplet janë me kolona, pak më e lirë është pjesa e rrugës Ahmet Krasniqi nga Arbria që deri për tek rrethi prapa stadiumit, po qysh me ardhe te kjo rrugë? Adesh është problemi. Edhe shumicën me siguri, po ta mi kitu shku në përmarkete tu i bë blerjet e vitit të ri. Ç'tash të gjatë, ha? Po, ç'tash e kena shafë. Ora 4:22. Po. Nëse është edhe komunikacioni mas punës, ajo është normal, po edhe këto 2 ditë domethënë pi mëngjesit deri mbrëmje, jo me sigurt që kena me pas të llovi. A më pëlqej, domethënë më pëlqej që pse na ta 2 orë aty në Fushkosovë më pëlqej. Se kisha shef me nuk harxhon se as nuk e ndot ajrin, rrin bateri, as nuk shpenzon. Që shaja bëjsha me dorë njerëzve, ma bëjshin me dorë, folshim që aty në kolona, a bën me ibre po mëre, hens është problema ai për masën syrat ajo me kerrë manuale, ajo me kerrë manuale. Ata i kanë kom të forta. 049978978 edhe njerë pju presim me na tregu se çka po leni pas në 2025. Çka doni me lan me vitin e vjetër, çka doni me lan pas, na tregoni në 049978978, numri i telefonit i cili po pret edhe informatat e komunikacionit. Pra të njëjti numër, mundeni me na telefonu dhe me na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara. Unë dhe Fiona po shkojna pak deri në Albi Mall, mi po 3 atje. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja, sjelli kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Për më shumë, transferet nga jashtë në Kosovë bëhen me 0 komision, as kund si në shtëpi. Banka Raiffeisen, make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familje sonë. Përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për paga ndërkombëtare. Starkart pagesa me këste me 0% interes, me limit deri në 4 paga. Tap. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Me rikthye edhe njerë, mi ju rikujtu juve që jeni në përvetura dhe keni nevojë për derivatet më të mira, mos harroni me vizitu Petrol Company, me rimbush makinë me derivatet më të cilësore që bëni më shumë kilometra, edhe të njëjtën kohë ju bëni pjesë e lojës për blyse në secilin rimbush që vlerë më shumë se 10 euro, merrni kuponin edhe mundri me qenë fitues potencial i veturës që po e dhuron Petrol Company. Dhe jo vetëm ka dhe shumë shpërblime të tjera, po një me që të vetura, që ajo po më pëlqen. Dalja autostradës në Vetërnikosh me kolon gjatë, dalja autostradës në Fushkosovë me kolon gjatë, pjesa për mi uqas rrethit Çaglavicës po shihet shumë e ngarkuar,
edhe në drejtim Prishtinës dhe Anasjeltas. Pastaj po mbetet shumë e ngarkuar rruga Agim Ramadani nga komuna drejt e Kuthkryqi Menzës dhe Anasjeltas dhe rruga Luana Radinaj nga rruga UÇK deri te rruga Tirana dhe Anasjeltas. Me kolon gjatë po vazhdon me qenë fush Kosova, shnet që e vërtet u gëzofsh, po shihet me kolon pjesa nga zona industriale deri tek rrethi i fush Kosovës në këto momente. Këto janë informata që kanë arritur në 0499789788 dhe po presim me na tregu që Beyoncé bëhet miliardere. Unë dul çdo një në Instagram të Glam Radios, po vetë çudi ku me di çka pas ka hupa, den kishë si ka pas më shumë. Ku me di çka po mirët ajo. Ko. Juve që po vazhdoni me qenë duke u shoqëruar në radio, po na dërgoni foto dhe na tregoni ku janë ato pjesë të ngarkuara, edhe po mesazhet që po i dërgoni kena me lexuar më vonë pas orës 17, gjërat që po i lëm pas, cilat janë ato gjërat që po i lën pas. Ose që ke vendos me lan pas që si ke lan, alo, po ke vendos për me i lan, se s'do me thonë me i lan që ta është. Po, tha, kejt ka me i lan. Një rifreskim. Me ja bo, tha, një rifreskim, me janis vitit. Do të kogja forës, kogja këmgullje për me janis vitit, kështu prej zeros. A do të mu pregatit pak ma herët për këtë farë punë, do të mu pregatit pak ma herët. Normal, minimum 6 muj. 6 është shumë, po nashta një 2 muj, mu koncentru mirë. 2 muj, mu kanë thënë pas çfarë? 2 muj të fundit s'bën se jam fez diçka s'bën as me menu. Për një organizim të tillë si Swisi që ka, do të mu përgatit më herët, se shkojnë venet, tak ti rezervon, po s'ka. Për vigjilje të Krishtlindjeve dhe për ditën e Krishtlindjeve keni pas super organizim, uroj që keni shiu. E tash me 30 dhjetor ka me pas një mbrëmje gala Swiss Diamond me performancë nga Albana dhe Albina Kemendi. Monday edhe me 1 janar keni me pas muzik live me Irma Libohoven, kështu që nëse ka vende uroj të ketë, por nuk e besoj. Kushdo që ka rezervu, uroj ta shijoj këtë super program nga Swisi. 038 400 040 nëse keni ndonjë informacion. M'fal se e di që e lash kritikë. Mirdita, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Zeki. Edhe një herë? Beki. Zeki. Zefi apo? Zeki nga Zvicra. Se po dëgjohesh pak dopt, nuk e di pse. Sa i shko vjetë. Po na thirr nga Zvicra. Po. Qysh e kemi Zvicrën, qysh janë shqiptarët atje? A ka met na një? A i kena kretë këtu? Ko. Tregom çka po lën prapa ti. Çka po lën në vitin 2025 o 24? Çish do që viteve të fundit. 2025 do më lën grup vetëm në Zvicër, më duan Kosovë. Kanë don me lën vet? Grun don me lën vet atje në Zvicër edhe me armë Kosovë. Po. Pse keni vendosur këtu ndamas me prit vitin e ri, çka po ndodh? Jo, vetëm po do me lën vet. A po ndasha, veç po vini për pushime ndamas? Shumë të moment. Qysh? Jo. Veç po do me leteri mungesën ajo pak? Po du me dita shqyen, pse po ndohen kështu, a përkosisht a qysh? Po dënja dhe me në të gjatën, më të bërë pak ma mjerë. Me u këthy edhe ti fresh, a? Okej, sukses të zef. Një përshëndet punë të muaj. Faleminderit edhe ti gjitha të mira, një vit bukur. Interesant, kesh. Është bashka ndomas, Interesant. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim. Kush na përshëndet? Qysh tek, pse? Unë jam nga Prishtina. Bukuria si kalon? Mirë tepër Arsim. Sot ose mi pas 20 vjet po më duket vetja. Çka ke bo që je bu? Na i tretman ke bo çka? Ja, mbram që i krytëm. Ja, mos më afsjell me kësesh mu. Hajde bukuria tregona. Pas ka bo tretman. Po pas ka bo tretman. Gjërat që po i lëm pas. Me mu, alo, politik pas. Këtë vit do me lën pas komente, se gjatë tanë këti viti kom komentu, një herë 50 minuta kom komentu. Tash kam vendos më komentet. Çfarë komente më saktësisht? Komentatore sportit a qysh? Me për rrjetet sociale. Po rrjetet sociale. Po ma merr mend. A mo me minuta pse e lidhe se? Edhe po s'ka lidhje, 50 minuta kanë ai tu komentuar pa unë vani, edhe kur jam thua mu kanë marrë met një çfarë 2-3 minuta. S'di çu s'to merrshin minutën e 10, nejse. Aja pe hojrin që komentojsh. At paguaj ti kush?
Jo, pashallah, ngërkosh amo që ashtë vetë diqysh gjakun vlen me komentu. Okej, po. Nuk mojnë. Po, shkon mirë, do me thonë gjithmonë me pas këtë gjakin e ftoftë edhe me këshyr, po me nuk dyshe, po si të që tjetë është, po e jotja, Facebook jot bën një shka dush. Faleminderit shumë oj bukuri. Kalofshi bukur punë marrë. Hajde kalofsh mirë, s'po të bika me komentu të dit. Tung, për ndryshe nëse don veç me marrë një super dhurat, thuj aty në që ju ke komentu tash, shuje që e ku meritu një dhurat se ku më komentu shumë. Për engagement që ju ke bo në për poste, meritoni dhurat. Po, pej Rubinit keni solite shmuar atarit edhe linjën diamantve që gjenin qendër Prishtinës, e gjenin Albi Mall dhe gjenin Ferizaj, dhe më thonë Rubinin me këto 3 lokacione. 049978 po vazhdo me qeni apër dhe me prit telefonatat e juaja. Me muj që të grep edhe që të kall, me elon mbrapa në 2025-ën, ma nuk isha ato. Kalzohon thash mjall, ti mjall, bish mjall. Dyqysh edhe 2024 ta ka pas një farë periudhe jo shumë të mirë. E kom pas një periudhë jo shumë të mirë me kall. Nëse mbanin mend program të mëngjesit. Po. Ja kom shurdhu veshin. Alo. Ju program neve të ditën. Alo. Kush telefonon? Ridvane, ti për Kosovës. Kush je Ridvan? Mirë, ju si e ti kalon. Me hija me dalë për fush Kosovës. Jam për në ronë burë, që në përnë dhe ku me s'kjera së ujna me levritë dhe me vota, në ka cikën 2 gojtë. Jo, le ato, vish po e referona komunikacionit, le ato sene. A ty se cili për veti ka vendos, kush do ka do është për kushtivat e 2 kërkën. Hajde të regom, qka po len mrapa ti? Mrapa për lën një 130 vjetë të humbura. 130 vjetë të humbura? So i kiti o vlo? Unë shkëm qatë shumë, po të tregoj pëse. Një vjetë, pa qeveris, të Logariti, 1.300.000 banorë Kosova, edhe janë 130 vjetë të humbura. Të tunat, që venë që me jetë për pora 130 vjetë, me në kësim roba 130 vjetë. E qka po pret për 2026-ës? Që këna me jetë për pora një 13 vjetë bilja? Ja, i po është mas por i sholla shnetet mira, edhe i sholla ju trite që në kitë Kosovë për pora. Shpresoj edhe në këto pajtona me ty. Falimderit shumë Ridvan. Tung. Hajde, falet, përshëndet shumë. Se qysh janë njësë, thash ku me ditë sa i pas. Dëmet dhe me kret ato muaj që adin me logaritmi përvjestu kështu dalin qindra vitit të umbra. Po. Kret bashk me një thestra. Figurative, do me kolon e gjatë është për juve që po e merë një rrugën Agim Ramadani, po vazhdo me qenë kolona në 2 krahat, po vazhdo me qenë rruga Luana Ladina e ngarkuar në të 2 krahat, pastaj rruga Tirana për te kreti prapa stadiumit nga fshati Shkabaj, po vazhdo me qenë pjesë shumë e ngarkuar dhe po mbetet Fush Kosova nga AKI-a deri te rrethi Fush Kosovës. Pra keni pjesë shumë ngarkuar magjistrale në Prishtinë Pej nga dalja e Prishtinës ose saktësisht nga AKI-a kolona deri tek rrethi I Fush Kosovës. Hajde Fion. A din ato shtëpizat që I rekomandojshim edhe autolarjet në përrethe? Po. E kisha shtu edhe një kiosk të vogël. Ku peshan ato? Që aty ofër, që aty në rreth. Vesh këtu si biznes I ri, ide e re. Jo, në përrethet Prishtinës. Po thu mi jep një shpresë rrugës të kalu. Jo, tash kioskat këto shtëpizat verë ndimër, po, e kena lune edhe ka një autolarje me bo, për shkak të baltës. Po e kisha shtu edhe një kiosk të vogël, me kështek zjarë me shit. Po thu të rrugës, ka të shkojnë atë se në kolonje me tut ato për para. Nami një dyqase që paret hajditën e mirë. Po me tut ato për para, beso që ashtu po shesin gjithë katë. Jo, mu furnizu se s'ki ko tani me dal. Po, ofër rrugës po shesin, ofër rrugës, qështu me atin që me shkoni në përrethe, ngomni mu, në përrethe. Ka një shpris të vogël autolarje, ka një tesk të vogël për pishek zjarë edhe ka një kafe, një aparat për kafe. Ujnë javë bina na, ujë rrugove ju bina na, po ju lusu me ujë, mos të që të pohni, kështu atë. 049978 qka po leni pas, qka po leni pas, na të regoni, qka po doni me lani pas me vitin që po lani pas, është numri telefonit që po pret edhe mesazhet rreth komunikacionit, e që po vazhdojnë e po arrim fotot, po për mos me I thonë gjithmonë rrugë të njëjta, po të njëjtën kohë po presim edhe telefonata me na tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara. Një foto e re që se pashkë që të kolon që nga Slatina në drejtim të fshatit Dragoli, nga Slatina e madhe tutje po shihet pjesë e ngarkuar deri ku është kolona nuk e di, po ndoshta e marrëm ndonjë informacion tash kur të mërrin atë pjesën ma poshtë. Borë s'pas kemi, qka është ma e rëndësishmja? Çfarë bore pa është një video dikush po ish nis me shku që shto dhe në Zvicër. Po ndryshojnë para shkimit, pse ka ro borat ja? I qita gumat e reja,
Dimnit, a din kështë që atje kur u shku edhe atje s'ka borë. Ngriz atje. Kur gjohish as borë s'kesh pas as kur gjohë si të na. Për ndryshe e pas edhe Brezovicën që ke po pa borë. Dhe që kryesisht edhe kur s'ka pas të poshtë atje ka qenë rregull, po ja që kjo tregon që edhe sezoni turistik dimror mundet me psu. Jo veç të na, po në rajon kudo. Nëse vazhdojnë kështu. Tani na psojna për ujë pak ma vonë, që shtu me re. E 10 gradë, 11 gradë kanë me shku temperaturat në ditët e para të janarit. Po normal se viti ri gjithmonë është ma i nxehtë, aty fillimi ditët e para janë ma të nxehta, tani ftofët. Okej. Tani e ftofët. Të mërkurën për ndryshe, me 30 ka më konë dita ma e ftohtë në krejt javët në vazhdim, -2 ka me shku temperatura minimale, ta shlokarite. -2 deri në -8, këto jenë parashkimet, për ndryshe ditëve tjera 6 gradë, 9 gradë, 10 gradë, ka pak shi, ka me pas, ka pak djell, mjegull, ajër të ndotër, etj. Që to zakonshmet. Spelet zaj qëtos, tani do të me komentu. Hajde së tjetin që vdes për komentime. Jo, si bukuria, veqone kështu live, jo në për komente. Jo, s'bën. Dhe po, se do sugjerime që bon. Hajde, alo, përshëndetje. A ka të bëj me këtë temën? Jo, atë si shahesh. Alo. Alo, Mirdita. Mirdita, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Bekimi, po ju përshëndet, në Mitrovice. Bekim, si jes, si kalon? Mirë, jo. Qka do në me lojnë pas në 2025-ën? 2025-ën pas me i lonë do t'ja ambient të pas tërtit më hjek me konë rrugë ma të mira, mojre, me rrujt ambientin, klimen vendin të në Kosovë. Ti personalisht, a ka diçka ti personalisht që do në me lojnë pas? A tu t'lash mi thonë, po a ka diçka ti personalisht që do në me lojnë pas? Pas du me lonë këto grindjet që pe i bojnë. A pe i bojnë edhe ti? Normal që i bojnë edhe one, po pe i bojna për në favor të tjetër kujna e këto me i lonë mas. Edhe mos me dosh me buka njerë për përshihësh. Pak ma shumë më dosh. Faleminderit shumë. Për e më konë në këtë aspekt, shumë mirë shkonë. Faleminderit Bekem. Hajde mirë fosht. Hajde që ta të mira. Ta kësha bu një pyetje, po nuk mu i prej fytit se tani. Masi keni nge. Po, që s'ka problem, veç vazhdoni. 049978978 edhe njere, po ju bojnë athirje, po me nga tregu për pjesë ma të garkuara në komunikacion. Që telefonata se i kom fotot e njejta. Hajde, alo. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, kush telefonon? Ku je mëj me mira, alas më ma të gjesonin, që 30 djetë të firë. Kaneti, dush më prezentu, në njofta as njofta, du të më të prezentu. Ate pak një ngacmin pozitiv, kështu pak sopa. Tregon qka po letë mrapa ti? është shumë pyetje e kapshme, ka vlerë, është elegjikshme, kështu shumë normale është. Koncize. Po, precize, koncize, simpatike, e shkurt. Ja, ndërgja, po, unë e kom studiu një 8 semestra për këto fjallë tona të bukura, po e pelojmë tash ato për anësh. Mirë shumë, edhe na mësoj prej teje, pra. Faleminderit, çka një tash. Po dhe? Po mësoj për moderatorëve që një edhe kanata, e sheh po mësojnë, po kjo s'ka fjalë më të bukur. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Gjërat që po i lëm pas pyetja me të vërtetë është e bukur. Është mirë milion gjërat që kanë pas kuptim negativ, të vrazhd, pesimist, mërzitshëm. Ato shqyrë që po lënë kanë pas këtë kuptim për ty? Cilat gjëra po të milion mbrapa që kanë pas kuptime negative? Ka pas mosmarrveshje me administrator, shembull në ergë ke pas mërzi, edhe nuk du përmes 10 sekunda nuk du me çfash një stres i kem pas një mërzi edhe në familje me një restoran që kem pas nuk du më shku ma të stresin kur kush nuk na e përmendi me lon pak stresin mrapa bile duhet stresit jeti pare, duhet të akceptohet stresi për shkak se sidomos gjenet tona kanë stres shumë të fuqishëm dhe nuk mundet me hiq dorë për stresit për shkak do qoftë. Po shqyqyrë që këto inshallah shkojnë të qafje gjërat e këqija nuk thehen kur. Faleminderit gani shumë që na telefonove. Tu uroj një vit të Unë ju dua shumë, ju respektoj, shihni se vazhdimisht jo me ty që 3-4 vite do të jem më gjatë. Faleminderit. Jo me neve je vizdemet parin. Tani nuk e di kush e qysh e tek. Me datën 31 keni me pas një emision festiv
një emision përmbyllës I bashkëpunimit shumë vjeçar mes Glam Radios dhe KTV-s, kështu që uroj ta shijoni. Për orarin e sakt, besoj keni mu informuar edhe përmes rrjeteve të KTV-s, rrjeteve sociale, ata e dinë se kur kanë transmetuar. Po, promot besoj keni me I pas, aty e shihni edhe orarin e sakt se kur ka me u transmetuar emisionin. Përndryshe e keni edhe në YouTube në kanalin tonë Glam Radio 86 FM. Alo, përshëndetje, telefonata e parafundit. Përshëndetje, Bekime nga Franca. Bekim, si kalon? Mirë, faleminderit, po ju. Mirë edhe na. Bekim, gjërat që po I lëm pas. Cilat janë ato gjërat që po I lëm pas te? Është gjëja më e rëndësishme që po lëm pas është opozita e Kosovës. Urime Albin, urime popullit I Kosovës. Faleminderit, përshëndesim shumë, po kalofsh mirë, një ditë mirë, bofsh, nashta se ke pati emisionin, po na, pe marrë shtos që ato se nje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Halit Vesela pe Gjermanie. Hajde Halit, si kalon? Ba mirë, faleminderit, mirë, po si ti si je? Mirë, faleminderit, gjërat që po I lëm pas, hajde se s'kena kohë. Gjërat që kena lëm pas janë shku ato si tash visht mira përpara. Po a ka diçka që po lëm pas personalisht ti për veti? Për zotin ju, tanat mirat jenë shku për mas, jenë met, nuk po qanë të lashe. Veç pimer me veti tash të mjelis dhe gjashtën. Okej. Faleminderit që na ke telefonu, po të përshëndesim shumë. Faleminderit secilit për juve për kontributin edhe për ditën e sotme. Faleminderit për telefonatat, për mesazhet. Na vazhdojnë edhe në pjesën e dytë glamradio.fm për juve që doni na ndjek online. Për ndryshe, emisionin mund të më pa në YouTube Glam Radio 86. Deri nesër mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me shumë dashni. Paqit plot shëndet. Edhe mos harroni Jeta Bahulli Hair and Makeup në rrjetet sociale, shikoni ofertat e fundvitit, edhe domethënë edhe 2-3 ditë keni kohë me lon termin edhe me përfitu nga super ofertat. Përndryshe vazhdoni qëndroni me Glavin, jena bashkë edhe për një orë tjetër.